që këta sabotatorët e bashkimit kombëtar do thotë e kanë vetëm një folklorizëm patetik, një retorik koti dhe nuk e bojnë as të i hap drejt bashkimit kombëtar. Kërkush nuk na nal neve me Shqipërinë me unifiku tregun. Bashkimi kombëtar do të jetë interes pragmatik, jo do të thotë një ide folklorike që e kanë pat politikanët deri tash. Procesi historik ka sjellë që Kosova të jetë një shtet. Por kjo nuk e pengon që na të shkojmë drejt një bashkimi kombëtar. Bashkimi kombëtar nuk bëhet me fjalë koti, po bëhet me veprime konkrete. Dhe nuk ka kusht forcë që mund e pengon nëse është vullneti bashkimin kombëtar. Bashkimi kombëtar, te ata që tash e sabotojnë bashkimin kombëtar, thirrën ato që neve nuk na lejnë të hujt apo bashkësia ndërkombëtare. Jo, sepse ne interesin e bashkimit kombëtar nuk e paraqesum si interes pragmatik, si interes i zhvillimit, edhe kërkush nuk të pengon, po thjesht si folklorizëm patetik. E këto është dallimi që këta sabotatorët e bashkimit kombëtar do thotë e kanë vetëm një folklorizëm patetik, një retorik koti dhe nuk e bojnë as të i hap drejt bashkimit kombëtar. Kërkush nuk na nal neve me Shqipërinë me unifiku tregun. Kërkush nuk na nal me kriju lëvizje të lirë. Kërkush nuk na nal me integru ekonominë. Kërkush nuk na nal do thotë me bë kurrikulën e arsimit përbashkët. Do thotë kem ku edhe se e bojmë bashkimin kombëtar. Nesër, hipotetikisht, edhe në qoftë se ne bashkohëm, edhe politikisht në atë kuptimin, unë ju garantoj që Kosova, Maqedonia kanë me metë, mbrana kësaj tërësie si etnitete të pavaruna. Njëjtë që janë landet në Gjermani. Gjermania është e bashkuar, por do thotë landet gjermane kanë një sovranitet, një autonomi si duhum e të mjaftueshëm. Pra neve nuk na bashkon, edhe në qoftë se politikisht tash nuk për momentin nuk bashkohem, nuk na pengon mu bashku, do thotë ekonomikisht, në pikpamje kulturore, me integru ekonominë, tregun edhe gjithçka.